e para është dija. Të dim kush është Zoti jon, pas pari. Të dim kush është Allahu te barekuhu teala. Sa më tepër njohim Allahun, më të fuqishëm, më stabil bëhemi. Ta njohim fenë e Allahut. Çka Allahu kërkon nga ne, nga çështja e besimit, nga çështja e adhurimit, nga çështja e edukatës, moralit, mirësjelljes, çka Allahu kërkon nga ne. Ta njohim Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kush është ky që Allah e ka dërguar. Këtë ta njohim. Qase kjo është shumë e rëndësishme të ndëruar shikues. Për faktin se nëse nuk e njohim Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, nuk mund ta kemi shembull, nuk mund ta kemi model në jetën tonë. E neve na duhet çajtë të modeli jon, sikur se Allah tha, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Në të dërguar në juaj, ju keni shembullin më të mirë. Andaj, ne duhet që ta njohim Allahun, ta njohim fenë e Allahut, ta njohim Muhamedin alayhi salatu wasalam që ai është realisht shembulli jon më i mirë. Ai është mësuesi jon, ai na mëson kush është Zoti, ai na mëson si duhet Allahun me adhuru e kështu me radhë. Ai dia është më rëndësi.